një familje e cila ka kaluar gjysmë shekullin në mërgim. Përshëndetje, mirë se erdhët. Për në Gërbet me fol, shumë e ranë. Qysh dita parë ka qenë e ranë. Unë e Gërbetin e kom dash tepër. Se dhe babën e kom pas në Gjermani, po babas në ka marrë. U fejova, u martova dhe shkova. Mi morë me të seda. Edhe kam arrit qëllimin. Gërbetit ja kom pa hajrin shumë, se jo pak. Ma Musafir jam këtu, se atje. Si dalish, alaje këtua, që jam vret shumë. Po këtu jam bëna jam shpitemen vend temi. Kur ka arë, kur të shme shku. Shumë bëna nervoz. Edhe që i këqyri, thët, pse po më qyri, po unë në shpiteme bre jam, unë partë të tua s'po t'i marë. Këtë po dalin për jashta, ka me të Kosova shumë keq, mu po më dhimet. 3 që dalin Gërbet. Qaj që i deli nuk i thot nanës, ose ma bon halav non, ati kam jadhon dhe Zoti. Qaj që i Leo, si ka vy as perëndimit, as qëtu. Fjala ma ambel në bot është në. Emisioni Shtëpia e Mërgjimtarit kësaj radhe na dërgon në komunën e Suharekës, në fshatin Sopia, atje ku na pret familja Sadikaj, një familje e cila ka kaluar thuajse gjysmë shekullin në mërgjim, e nga ta do mësojmë për hjekat që i patën në mërgjim, si dhe për investimet që i bën në Kosovë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. A na kallëzën ku na kemi prit edhe cila familje jemi? Unë e qonë Selin Sadikaj, shoqja, prezentoju. Unë jam Selinaza Sadikaj. Jeni në fshatin Sopi, mirë se erdhët. Një shtëpi e madhe edhe do prit sa shumë të mirë. Qysh po kaloni në Kosovë? Po shumë mirë, në përgjithësi në vendin tonë, vend lindje, edhe po kënaqemi, po kalojnë e mirë, me shoqni, po dalim, po na thrasin, në për dreka, në për darka, po dalim Prizren, në Suarek, përgjithësi po kalojnë mirë, po kënaqemi, si gjatë në vendin tonë. Apo ndryshojnë pushimet për gjatë viteve, prej kur një konë matri dhe Po. tash? Po, se na po plakemi. Pa tjetër, po ndryshojnë, po ndërtohet. Shqyr nuk po ankohen njerëzit fort, që tash për fatë mirë thamë, ndoshta ajo kanë rrit rrogat, kërkesat që i patën këta për mbetorinat, po merr mirë që janë bo po ndryshojnë disa gjëra, po. A më tregoni çysh keni dalë në Gërbet, çysh e morët rrugën e Gërbetit, ndërkohë që ecën atë? Leo, për në Gërbet me fol, unë i bona 50 vjetë, komin 5 të nishën, shumë e ranë, shumë. Po, mas 18 vjetë, mu letu, se i mora familjen. Edhe ma letë, për dashnin e fëmijës familjes, për edhe dhejon, qysh dita parë ka qenë e ranë. E mas flasin, e sot janë bo shumë. Flitet fshatin tonë, diku mbi 46% janë jashtë, në Gërbet. Po, ja pa më hajrin. Unë e lutëm që mos t'ja shohim sherrin që ka kemi ndërtu e milion thatë, inshallah kthejen. Kjo inshallah e qumë si gatë, ndoshta vjen një tjetër llaf, dhash Zoti e të kthejen. Ka që unë kisha pas dëshirë që të kthejen, po nëse përmisohet shteti si shtet, jam i bindur që kthejet, çdo kushi kthejet në vendin e vet. Vendindja është e hamel, adheu peshon shumë. Unë. Sa shpesh të nërmolli për Kosovën edhe për çka mas shumë të nërmolli për Kosovën? Mas shumë të merë malli për vendlindjen, në përgjithësi, merë malli edhe për shoqni, për vllazni, për motra, përgjithësi për poplin tonë, se edhe unë pak jam konë para luftës, jam konë këtu në Kosovë, jam rrit, po jam konë edhe kom punu pak në komune, një 3 vjetë, mas 3 vjetë e gjeta fatin, edhe
u fejova, u martova, edhe mas 5 viteve vendosa me shku në Zvicër. Mu përgjithsi, Zvicra Gyrbeti më pëlqen, a normal, vendlindja është ma e mire, ma omël, po, unë edhe Gyrbetin e preferuj shumë. Edhe shumë mirë kaloj, kur të vi këtu, po mas shumëti, edhe përgjithsi edhe shtëpia mëjmet, kur ja kthej shpinën, po, ja asisoj fati, edhe për ndryshe, apet mirë, vim shpesh, kalojna mirë, knoqna, dali, po verët ma shumë pëlqenj, kur të dasivi, kom Darsmat. në për darsmat. Po. Edhe me dalë me shoqni, dalim, pim, bojmë muhabet, përgjithsi kalojna shumë mirë. Po besoj që kur e kelon shtëpinë, kur ke dalë në gurbet për herë të parë, u kon vajagim ma e dëmë, po thonë, se sa kjo që e kitash. Cilës u kon ma zërmi a këtë shtëpinë, asaj shtëpijës të vjetër atëherë, ata kësaj shtëpijës që është vajagim ma e mirë se ajo e ndërtu. Alla Leo, prek, unë jam i but pak. Shumë asaj ka qenë ma aron. Ja këtë shpinë. Se kisha print. Nuk më zinë të gjumi. Pa dorime pritë që ta bëj mui, t'ju dërgoj pare. E sot, me ka krejt jam atje. 21 antar jam atje. Tash jam këtu vetë. E kam një përjetim në moshën 19 vjeqare. Kam qëllu punën a ka qitë, tensionit larkë, e i qilshmi do gropa, edhe fillova si njeshtër pak. Edhe shkova me ble në orën 9, bukën me angër. Dull një plakë vetë me në shpi. Më tha ma blenë, tha një të 4 e bukës. Thash, pse jo, me dëshirë. Mi dha lekt, paret. Shkova ja bleva. Kur u ktheva, i risha, tha, maja kosurin. A i kosuri ishte atëherë për mua shumë i madhë. E thamë, jo, kurse si, jo, nuk shkova me t'i bletha, shkova për veti, e qatë rukë për t'i marrë dhe ty. Po hi pak ndoshta gjatë, po një përjetim që sot për përjetojmë. Një ka hershme, 45-60 vjetë. E më thotë, tha, ku mujtë tha me shku? Po tha, pres telefonatën nga 2 djemë dhe vajza. Tha, 2 djemë në Amerikë, vajza tha në Angli. Tha, nëse zvinje, ku më lonë kush, tha, shpijen, tha, dhe t'ja vlonë, tha, shtetit. Kisha u borin e ma. E unë thash, qysh? Tha, që thash, kujshia, tha, më ka dekë, tha, kanë hongër masat. Po shprejna ndoshta, unë edhe ndërprejni. Shumë ndjeva keq. Shumë. E sot, tash, këtë moshën, të përjetoj ato ngjarjen e para 48 vite, tha. E pigjoj vetë, në tash, në thojnë fëmijë të rini ma shumë, po s'na lon nipa, dashnia, nipa dhe mesa. Tash ju ka bëmë nështë ta ma gurbet Kosova se sa Zvicra. Ja, po. Këto, lirisht, Ja, po. këtu së në rrejnë, se ma gurbet, po vim me t'njeme, me dit njeme. Edhe atje kemi pas me t'njeme, pun, ka thonë 2 javë o 3 javë i ke pushim, edhe me e gjymë kemi ardhë. Ja, Leo, shka kemi ndërtu? Tash, nuk bon nga pishman që kemi ndërtu këto. Do shto kjo pak loksuze, po besoni Leo, për nipa e kena bon. Kër e thamë dhe shkojmë Kosovë, a bon me ardhë, bilën boj shaka ka herë, thamë, e pagu një ka që ka që baba nona e paguim. E pisin, bazen kanë bo. Djep kanë pyt, hatri nipa. Po me zi presin, i qëmë atina për pisina. Po jo dukot se atje qëtësia është ma e madhe. E kone janë ma të lirë. Ullëm që tonë. Dhe tash kemi shti pak në mbrojtje në prodrom. Ullëm që tonë veç knaqna. Tash në ka arë, po mësë mu qu fort mu knaq. Po i në gjithëzojmë, për telefona. Ma shko tjeta moderne, bollë, sa të dojmë. Knaqësia... Keni investu shumë në Kosovë, deri tash. Leo, pove Leo. Po në kamet në mua, sidomos një shpe hi atje, nuk pysin kur sa ke rogën, edhe me drejt e ki, me thonë, së tregoj. E kishin asisoj, edhe na, investimi
Sot një morator që mirët me to, kot ja thusha ja qëllon, për afërsisht në shta egzakt jo, po për afërsisht kena investu, kena rajist. Për këtë njërë që shtu, tash për në do këtë që shumë. Po, pa tjetër, patri prindra si, kemi bo diska. Po shka thamë, kemi bo për emën. Tjesh i bindur, kemi bindur, gjdo kush mund me thonë do shta diçka, po vesh për bojnë për emën. Se ku ta bojnë që shpi tjetosh, edhe thëjnë e këzofsh. Mu që të ditë që ku marru më kanë thonë e këzofsh. Shumë me drejtë kanë pas, mire kanë pas, se kanë ditë që së në këthena. Po pëse s'po këthejesh dhe të thëjnë. Po për të këthena, me qef isha këthejë, unë jam aj, që shka unë bo që thash, pra ta bilëm në të vinë, që tash kanë bo, që interneti ka mos piqonë, e ka unë atë vogrin, ka së shkollë, ku të nina i shkollë. A i mirët pak me sport, po shkonë, se në nali, po shqyqyr vjenë edhe këtu, një pa thënë, të bazeni lukit. Aja. E ja vlen atë investim, veç që më thënë, për këtë për shkojna, edhe vinë. Në Salinatë të me ty dhe një herë për banko. Okej. Në zhjede këtë gjë vështirë për ty. Familja në nënë, edhe burri dashnia në nënë ty. Po, Cilën ti e ke zgjedhë dashnin, po s'o ke vështirë me. për mu o konë shumë vështirë, se unë në përgjësi dy familje i lash, edhe të baba, po edhe këtu të burri. Për mu o konë pak shumë vështirë, me vendos me shku, sidomos vjarrien i kom pas atere, po të një më si vjera nëna e burrit diq, të një unë e vendosa mas 3 muje, shkova në Zvicër, kom ne 3 vjetë, s'kom ardhë hiq, jem konë shumë e përmallshme, po edhe kom vendos, kom thonë 3, edhe 5 fëmijë me këtu, o konë shumë vështirë mi rritë e mi shkollu. Po prap i kom qu atje edhe i kom thonë do të arriti qëllimin, edhe ja kom arrit qëllimin, i kom shkollu fëmijën, jonë mirë, po punojnë, po përparojnë, si krejt, po të edhe shumë jo, po vetë mirë. Sot vështira kënë që të 3 vite, pra po Kosovën. Shumë o konë vështirë, sidomos familjen edhe të mitë, edhe burin dhe normal, edhe u mërziqa ma shumë edhe për shokë që kom punu bashkë, e përjetojsha shumë më ramë, po kur e paramendojsha që fëmija, 5 fëmijë, të vogjel, me një rogë të burit, qysh do t'jetoj, prap i kom dhonë vetit gajret, edhe e kom nejtë mirë, edhe e kom arrit qëllimin. E ndoshta për mua, di shumica thonë ati pse, po unë përgjësi, unë e Gërbetin e kom dash tepër. Se edhe babën e kom pas në Gjermani, po babas në ka marrë, se ke shkoni në shkollë, kryni shkollën, i krytëm shkollat, jemi 5 motra, 2 vllazë, kemi kry shkollë, kanë kry fakultet, kemi kry, parafërsisht unë e mas pakti, po kom punu në komune, edhe vendosa, u fejova, u martova dhe shkova. Mi morë me të seda. Edhe kam arrit qëllimin. Ta shti ndoshta thojnë adi gjinja dhe pse dhe adi të pëlqenë, po mu që të më ka pëlqyë Gërbeti. Po dhe unë po si e fejune, para 43 vjetë, jom konte e fejumi, kom nejtë 10 ditë. Edhe kritë dhe që në qysh moj ti, pa në atë kohë dhe kishku, pa e kom dasht burin, e kom pas pak familjen ma të kuptushëm, kom shu, kom nejtë, edhe shumë që ajo më ka metë kujtim dhe ato nuk e harë. Gërbetit e keni po harin me Po, Gërbetit ja kom po harin shumë, se jo pak, në përgjithësi. Sidomos për shtëpi, për veti, për fëmija kanë punu, janë të punu, janë shkollu, janë mirë, mesat, nipat, janë dhe për shkolla, jecin për para, tashti sikret edhe na, pak on shtëron, Gërbeti, po, kur ta mendojshi edhe këtu nuk ka qaq përmirësim, pa tjetër duhet mu pajtu ku të shkojsh. A në tregoni pak që shpejkaleni pushime tash. Tash të thamë shumë mirë, se po kemi kohë Leo me vizitu. I kërkoj falje, ndjes, si thojmë, ata që s'mujna me vizitu,
Po tash vetë pe kufizojmë, edhe pse jemi, se 21 antar jam atje, po merr malli për një pa për nese. Është ma let pak, shofim kamera, shumë e kemi ma let. Po kur thot, a ki mush pisinën, bazenin, se thot, a ki mush, jam të bogati. Tash pleshni kom njës me rajnë. Po më diteron puna, se po qajnë. E mirë, Leo, mirë. E përmendë punën e kamerave. Tash gërbeti është bëjagin ma i lejtë, po unë është me folë care dush. Po sa vështirë kon kur e kon veç vet atje edhe kur ndoshta i dosh një letër me mu i ka bërë derisa ka ardhi. Vallave Leo, mos janë vetë gërbetçarëve. Në atë kohë po flas, ai që ka marrë letër, deri ka marrë letrën e dytë, e ka kthy, e ka marrë dytën, për çdërmami e ka lexu, edhe jam i bindur se s'jam veç unë e njeri, pe gjakot e ka dhe tjerët janë si unë, edhe ata kanë kajtë. Shumë o kanë maran. Se përmenëm që tash po flasim, po na shohin edhe të tjerët, e sot edhe kemi të regu, nuk jemi, se ka njerë po them s'kemi rjetë, po një mënyrë që mos na pengojnë, se për çdo mramje si tim shpi, kena me folë. Shumë ma letë, po teknika e Tash, jo se cilën rafë, jo se cila telefonat mundet të me mojtë menë, se janë të shpeshta, po letrat atëherë. Cila është në letër që e mon men edhe të kujtohet shpesh që e ke mos telefonat? Ma Leo, fjala ma ëmbël në botë është nëmë. Nonë. Një tro me vragishtin of nonë. E tjerat shallas në ndorë, po. Fjala e ëmbël. Shkruj ke letra, po thot nona. Thoshe me pas krah, me fletru, t'ja qoj që to. S'kish ke mundësi, po mendimi asisoj për i dashnijës, më dhe zoti krah, kisha fletru, s'isha në liqë. Ka qenë maron pak, s'kena mujt me leviz bashkë lirë. E që unë sot pe atëherjet të që i kujtoj, nuk e shkeli sërvin, as djem t'i ka. Janë betu. Ka pas, ka ndonë në bari, kam nejtë 2 net, te e kom zonë rajnë në tragetit. Tash ka dalë kjo interneti, pe porositim, për rezervojmë për një kohë të shpet edhe të sigurt. Unë e knena. Ose për ndryshe, ma të zi, si u qelë autostrada, shpesh vi verës, me shiku, ka njerë nalë në Sloveni, në Grese, atjeri një, për thuesim ka shku. E kane, kur të vim, të lodhën jem, po shpirt i knaqet. Ani pse ka pluhën bërlok. Se na jemi asisoj. Nuk po mujna. Jemi të tushëm, edhe jemi pak të gutshëm. Jemi të gutshëm. Do është me folë diçka për psikologjin, kom pas rast. Si përkthys, nuk jom kanë, po në besim, edhe s'kam ka interesu, ndoshta e shofin edhe ndëgjojnë psikologët. Domi maj madh që bëjnë fëmijëve prind të cilët janë me mjekër, që si unë sot jam parru. Besoni ku më vinë nej pat mesat, deri në 3 vjet. I kom thonë, a fat 5 minuta, ta bëj një roje. Edhe jo më interesua nena. Kur fëmijën e vogël si beb deri në 3 vjet, nuk përpushin prindi i cili ka mjekër. E kam thonë pse, tha, ja dëmton sa trunin, nervin, tha mund më tha, për çto tha ju një shqiptar, tha ju një agresiv. Une po flas me fjalët që asaj psikologës, nuk jam psikolog, jam morator, po kom najt me ta. E thash, po ti, dhe në 3 vjet, tha burri, tha zguxon, me bon, tha si, tha me, era parë dhe fundit, tha e po, tha në balë. Kom pas rast, kur kom përcjell fëmijën, një bebe kishte i kajke, e baba e vetë në balë, u qetësu. Tha qetësohet, tha e ditha që i prindi. E nana tha jo, e puth ka. Qëtu tha me bon, tha me i parruni, baba me puth, ja dëmton. Kur bon, tha fëmija, tha 3 vjetë,
ka forcën, tha, përvohet, tha, a i vetë ta largon, tha, ftyrën. Edhe kom përvohet, është e vërtet. Çdo kush në ta përvon. Kto ka me vërtetu. E dim që e Vladi është seni ma i dashur, ma i amël, ma i mirë. Po du të me pas kujdes dhe gjana. E kështu ka herë jemi pak agresiv. Pasojat, unë jam bindë që peqa saj ngjarjes. Nëse dinove, mashallah shtëpia shumë e mirë. Edhe se besoj që mungon diçka brenda kësaj shtëpie. A të ngrej ma shumë kjo shtëpi me nejtin ta, apo shtëpia që ne keni në Zi? Cila është ma e dashme për ty? Për mu ma dashme është kjo, normal. Në vendlindje o ma dashme, ma kënaqshme, kur të vi këtu, përgjithsisht shënoshna. Atje në sto për rritë të mendu, të fol, kështu, jo e la shpijen, jetë që ja ktheva shpinën, kretëm të mëse shpijen, po dhe shpija po dhimet mali. 51 vjetë burri gërbet, edhe vetë që 35 vjetë gërbet, pak normal, është e dëmshme, po pa tjetër po duhet, po edhe atje, mëse kom rrethin të mijen, familjen, edhe atje mirë është. Të mojnë? Po, edhe ajo më manë shumë. A keni mendu, ose a mendoni me e kalu diku ma gjatë në Kosovë, sa që i kalu në 2 muaj, 3 muaj. Po ndoshta me është vendos krejtë me përvu dhe fëmijët me ngrejtë këto? Po 2 muaj, 3 muaj rri me gjithë qef. Knaqna. Mas 3 muaj pak me apet mërzita merr molli para nena. Për që si edhe para ne po. Po fëmijëve ju thonë, po nuk ja imponoj. A doni me shku atje, njerë thënë, po presim pak, të këqyrim që shë situata. Me pas këtu në fabrika, punë, pse mës me ardhë. Knaqesh në vend tonin, dalish e shohish dikon, bëjsh bised, e hekesh një mërzi, dalish e pish një kafe, e hash një drek, kia të farë jetën ma të lumtur. Po, ja sisoj, apet pa tjetër për duhet me nejtë në mërgjim. Nëse ishe konë një herë 15 vjeqarë, 16 vjeqarë, a kështë morë të jetë në rrugë atë? Jo, ti është i bindur jo. Me shati do të punojsh se ja kom nisë për 12 vjetë. Me prashit kalamosha, për që thoi, me misri. Betohëm që jo. Ajo s'ka shans tash, po djetë, po do të po fërë të kalaj së në këthejet. Eksakt, po jo. Jo. Kish na knu i lirë për në parara. Kjo pas rast kemi pas edhe këto komësit tjera. Kemi pas në fshat, mbi 30 shpi. S'ki guzu me knu. S'ki guzu radijen me nguën. E kom pas kena pas një radion u qeke baba e ngojke kuksin e ngojshmi. Ku nisëm dullën mirë ke, del 84-85, një shkoj, dikura o keqësu, që s'na kalon maras në kërë, s'ki guzu me majtë kaseta. E pse jo? Mua, jo veç mu, po çdo mërgjimtar, kohën teme, të thamë edhe dejnë 40 vjetë, dhe të ktheheshin partë. Edhe me thmi, e dijet si pa thmi, qka dojnë one? E s'ka pas shëretja apo shkutja që e ka knu gërbeqarë. Plakësh, kur të vish, si vish kërkujna. Po, që tha shoqja, kanë, që djemëti kanë një zanat, një metje, apo të partë ishin këthy. Po peshojnë edhe tha, unë jam i lumtur që gjuhën e kam mësu Shqip, kam qurë në shkollë dhe në klasën e 8, gjuhën Shqip e përcuse. Të partë ata vijë. Thashë ma pa që bazenin për marun, që po ngrejnë. Ja ku më imponu për me arë. Po, kush do t'ja shteti, ja imponon për më këthit të tjera, për punë. Se fëmijën që i qërë për bi, menje ma ka morë që ashtu, do është e kam qenë i qëditë shumë se e ku maru. Bidëm djetë kum pas do barjera, koqa si taraba i thëshën për pare, dëshira janë. U qunë me jeken e qitën, thash, e tash kam qitë të zitë, dhe më s'mena pa. E që kjo dhimshme, një kjo fola kush, që thash t'jenë. Se që sho veni, bëhet ko veni. Edhe që nipat
Ka herë boja e gërë, thamë, keni pagu ka 20 franga 2 orë, himjen. Ata, a babi ti jep, ja mami. Po ngrejnë me atë. Do më thonë, e kështë ma e letë i shkon me i përbalu varfënin është në Kosovë, edhe sfidat të rëtë i kështë e pasë këto, se sa gurbetin cilin veç e ka përjetin? Leo, tash këtë kohë është pak më anon, se na pibojna do gjana, pare muj me thonë që kere s'kem prodhim na. S'po prodhim kërgjo. Vëneshtarin e këna pas njotën ku tha. Suar eka o marë, si i rao veqe, ata nuk e lëshojnë, edhe sot mirën. Po, kur je i lirë, Leo, edhe gjumi si gjumë e bajnë shmirë. Na kanë arë dajt, jonë marë me drumë, në ora 1 natës, po flasë 83-ën, e 84-ën, u që shoqja në ora 1 ju ka qitë pite. Se ke koha, si me thonë ndjep, në ngucin e s'na ngucin, në luhatje, po qëfar knarësie. E shumë u konë ma mirë atëherë, Leo, se sot. Se sot interneti pak në ka deviju. Kemi deviju. Pasuria, besa mund thamë, se përdorin, edhe në dytë, në ka inatu. Ndjerësa, ai që ka bon ndjerësën e mirë, ai gjumin e bon të mirë, të rahatëshëm. E unë e kohën teme, s'ku mujt me flajt të rahat, se në ka pengu shtetin si shtet. Të shka kemi dasht, falë gjakut dëshmorëve. Kër vje puna kësi që i hupim gjinë, unë jam i butë. E këtu jemi të lirë, po nuk pja dim, s'pe respektojmë. Nuk për respektojmë. Ju kërkoj ndjes. Për këtë gjes ju kërkoj ndjes, po. Për zote, po nuk jam i vetë me Leo, kanë edhe gjithë qertë, po ju tritë më sa arroni, ju lutem. Se fjalla liri, shkën startë e din ma mirë, hullum tustë. E djetë pa gjak s'ka liri, veç me dërë gjak, e mes me respektu, e vret edhe fëmijën, si fëmijë e vret. Pasuni, kemi ba pasuni, shqyr. Inshallah ne gëzojnë nipat, Leo dhe njën po thamë, na nitke që e kemë. Unë po flasë për moshën teme, që nuk menojnë për nipave, Leo. Përëndimi për nipa këshin menu. Për fillimi që kom shkua kom ditë. E na sot jemi njerës që djallit ja bëjmë dëshiren të pa fund. Ja blejmë kerin, se kontrollojmë, del si jemi, si kujshijes, si i qartën. Në përëndim zgudzon që ha dënimi. Shteti po munot është me qitë dënimet, po këtu dhe me dasht me gra shpejt së po munërë, se ki standartin e jashtë. E që nuk menojnë për nipa. Atje unë kom pas rast, djallin e vete ka qush tërku ka punu. Kër i ka ba këj zanatin 3-4 vjetë, ka thonë hajde tash. E nipit ja ka shkru pasurin. Dikun që kom pas unë në kontakt me pasunika, dhe i 30% nipa e mesave o kanon. E të ne, shtiri kimi bind poplin ten, vlazit e mi, mi avon pasunien motrës, ose qikës. Qika thënë, ke qike, vajza, ke botën, ke djallin për emër, është të vërtet. Po, djalli, të shigonin pasunin. Unë ju këmë thonë, qka të kam për gjitha? Unë jam ai ka që këmë befasu gjëkacin, kër këmë marrë motrat për më da. Dhe ju takon. 2 herë kanë marrë motrat, ka thonë, më s'kini e person, për qysh. Dhe më ka thonë, ka dule mërë ti? Thash unë jam i jashtit, kum pa. Thash baba, thash, ti jam tha, sa ini, më lidhi gjithë dhe hajde. Thash e, motrat, ku tha ti jetë shmend, thash, së në Sloveni, tha këtu. Shka thamë që të thënë, e dim krejt, po na vjeran. E Vladmare,
E në për aty që unë i kam vajzat ma tafa, unë i du, e kjo i ka djetë. Po, se ka qaj, 3 vajza mi ka falë para. Të një nguqin dhe kujshit rrethi. E thëshna, me fjallë, po, kujshiva ne, mu mos më përgjyqë. Dhe mu për para apik. Më falë pak, ndoshta të prova. Fatkeqësisht na kena një farë shprehje për të veçantë që përdoren në dashkar shtojna musafir këtu e musafir aty. Unë do të pyet juve, ajo çka ju e njini mbrana vetes, ju ajo çka thoni, ju ajo çka është përfaqësuar tek të tjerë. Po ajo çka njini mbrana vetes. A njini më musafir në Kosovë, në shtëpinë e juaj apo në shtëpinë e juaj cilën e keni njëri? Ke bo pyetje për të gjithë, Leo. Alla Për të gjithë ke bo pyetje. Shumë me vend. Ma musafir jam këtu, se atje. Leo, hinë kafe në për restoranat tash, se s'pe thënë mo kafe, se po shkojmë krejt në për restoranat. Unë e flasë ka një shoqë që më thotë, son besi atje, po një thash në atë bomje, thash pa, aty ka zërë, ku shluk fletë. Kur e një qik folë për e këthejnë kryet më këqyrin, mëse njofta në e kanë. Kërkon s'pe njore, Leo, me dalë së arek, njësë ndoshta aty me të paj këmbo dhe vjetë s'njof. Tjeti hatri së më foli baciset. Po e ka moshën baciset, ti për shëndete baciset. E atje Leo e me hinë në restoran. Unë e flasë gjuhën frange atyne, Lozane, Zheneva, jo, pjesa. Po, këtë këqyri me vëmës me folë Leo, e ka në të fjallën Monsieur Dame Bonjour. Zonja dhe zëtëri mirëdita, krejt be këthejnë përgjegjen, se na kemi vesh. Dhe sy, valla këtu, Leo, kjo më pengon ka një thëtë. A beset se qështu jemi na. Tash jo be servisjel, unë që po foli. E këta, kje që me thonë, po ja, imponimet, po na dalojnë. Nuk po nina. Si këto se. Dhe mu më pengon pak këtu në dekordim, se pak rrim si ma gjatë, si dalish me pi një kafe në restoran, alaje këtua, që jam vret shumë, po këtu jam bona jam shpitemen vend temin. Kur ka arë, kur të shme shku. Shumë bona nervoz. Edhe veç i këqyri, thët, pse po më qyri, po unë në shpiteme bre jam, unë partë të tua s'pë ti marë. Edhe drejtat e tua, jo, unë po vi, po knaqëna, po dalë. Ta shti, aci, kogja tani po më vjenë si një farë sikleti, pse po më thonë qështu. Po ti në cilën shtëpi ndihesh pa musafir? A në shtëpi e këtu, a në shtëpi e ndihë? Ja, atje, mu atje në mdokët ma musafir, se ma veni së pëlqena di se gjinja të huj, a këtu normal, edhe këtu edhe tash më para, pse e di pse po rish ala. Po apet në shpiteme ma mirë. Leha nësë s'ka punu kjo, atje fort, s'ka dalë. Unë e kom qitë, po 1 orë, 2 orë kemi dalë, kemi vizit, dhe shqyqyr po do të me thonë, neve në ra mirë atje, i vizitojshmi dikura në doke që po thujë se s'jemi gëbet. Të shka nisë dhe hajën gjëtë, mohan atje, si këtu. Oni knatësie. Po gjumin si gjum, Leo, mendjen e kem kanë, detë në zë gjumi. Pa i kujtu ato. Une, kom pas rast, në ka thërë në drek, një tjetër, në shëtësis këta Gorana, po Bosnjak, si thëjnë, kër më ka qitë rësënik, me lakna, se ne imponoj puna, si soj, kemi dalë, kemi dhonë drek, ata ne hajde në shpi. Edhe unë i tha unë një ditë tjetër, për në shpi thash në sen. Unë e prina pak, thash pi unë ngushtojnë është, thash në sen, thash shpijes 2 vjetra. Edhe kish pasi të rësënik me lakna. Te që i rash në fijes, disha dhe emin, se kësha rukë, ku mangër, herën e fundi po thuja ndoshta 4-15 vjetë, pa shku me dalë ngër vetë. Kom kajtë, me zonë kom qajtë. Tha pse, thash qështu, thash që kjo mu më ka knaqë, edhe sot më banë, po banë 3 vjetë, edhe sot më banë. Ajo knaqësi, ajo aromë. Për Silvinozën, për Silvien, më të vetë jeto pak mara, se i ka rritë fëmin, unë e falenderoj, i ka eduku, me Shqip, dhe unë që shtojnë burri e mësafirë dhe në shpit vetë, do shë atje në ashtu, unë fjalla
pleq që japin baba, prindja është treja shtëpisë, nana është dyreki i shtëpisë. Kjo e falenderoj, ka punu mirë, ka prini, se nga dalë fort, ndoshta, po kum ka thonë, ju kum përgjegjë. Mesazh fundit për këtë tip e Kosovës, qoftë ata që duhen në këto, qoftë ata që duhen në shumë. Mu më pyet. Për dy vet, një herë këtu me koordinatorën në Lerë dhe në Le unë dhe të flas. Tri që dalin nga vetë. Qaj që del, ka që po ikin. Po flas për familjes, për nanës, për babës. Qaj që del e nuk i thot nanës, ma fal ka bahatin, apo shprejna në gjuhën letrare, apo qëto shka kem, ose ma ban halav në, gjiu, ati kam ja dhonë dhe Zoti. Qaj që ik, Leo, si ka vy as perëndimit, as qëtu. Po bazonën veti edhe në disa shok. Leo, më falë, sot po del gjakushi. Po del hajni, po, qka po ndohë në vësht. Ka ndohë mu më ka në shtëpia. Ndo shtaj dhe ta shef këtë program. Po, ju ka dhonë rasti. Po e keqja, zde ta leja tonë gjumë kur mirë. Edhe trit sot që dalin, mos të harroj nanën mas pari flasë, të nana. Por të baba e ka shumën pak ma tranë, ma të vendost, veç nona është, aja dyrek i shpijës, që ka thash. E baba ka qef, dash financisht me një mu, e nona gjithë shpirt nisht vunë. A u lodha ka hangë, ka fjetë. E do tri, për fat keq, edhe inshallah nuk e shojnë emisionin. Shumë. Qysh ka herje në përdorë. E kanë keq përdorë këtë vetin. E kanë bo një pasuni pa pritë mos. E që ajo në ka përzi edhe njerës të nderë shumë pak. E kanë bo me njerës se na ti shmi su kur shtonë za uku e këshyve gjyksin e vetë, shumë i këshmi pas punë të mira. Po thëjmë si dhellë na, shofim kua ka bishtin. Jemi bo asjesoj e trit. Inshallah po noni zoti shpijes mirë, vendosën mësojmë, po një që ka po më vret, arsimi edhe shëndetësia, kërkur së më ka po noni. Po në vjen randë, shoh politikan, po s'po im politikës. Për një drejtim në veti, një arsimit, del folë për ekonomi. O, është i ekonomisë në delaj. A pse qenë ka papagall? I thojmë një fjallë papagalla nena përdorin. Flet di me folë. Që s'ko unë ndërsta më thëjë që edhe ti u bëno papagall, po më si po më pysi shë pak te i vrullit. Me punuën, e qelësyt, me punu mirë. Nuk o mirë me dalë jashtë, Leo. A o mirë, fjalla përdorët në gjuhën e fejes, haxhi, turist. Sot për përkthejnë gjuhën Shqipe, s'pe thamë unë, me vizitu. A viziton qaban e kënej turist. Kretën i këshin dalë. Pse? Pse mës me dalë? Për kërë e merë rogën i ka gjitha kushtet e vetë i bon mirë delë. Për turist, gjithë në të shkojnë. Më falni se unë e pak. Mesazhi im për trit, më konë veni sukur në Perëndim këtu me pas fabrika, me pas po mishti trit trejat në për punë, mas mu marrë me punë të që shtojnë të na, punë të kota, rinia sot shumë ka me të keq. Shkon e kry njëri shkollën, e kry fakultetin, shkon shërben kamarjer bëhot. Edhe ajo shumë është e ranë. Për bon gjithat shkollë, gjithat fakultet për krynë, edhe sot po vjenë si kamarjer, edhe shumë është ranë për neve. Edhe sidomos për tritë për trejat, me maru fabrika, mi shti vajzat në përpuna, mi qu gratë në përpuna, ka të shkollune, ka të zgjuta, ka plot. Në përgjithësi jemi na shumë të zgjut, po ku me shku, ku me punu. Pa tjetër po duhet me dalë në gërbet, po dhe në gërbet, po kur po dalish, duhet pak me punu, mu sjell pak ma mirë, mu marë pak me mirë, jo mu marë me punë të këqia, puno 3-4 mujt, hajde këtu,
eja të njona, eja të baba, të familja, knaqësh, me dash njonën e babën, përgjithsi po ndëgjojmë lajme shumë të rana, ai njëri piskomjes, po përlehat me njonë, po përlehat me babë, po qohet jo e rreti njonën, jo e rreti babën, jo e rreti këto, e kjo është shumë e ranë për neve. Shumë keq është për neve. Unë i kisha lutë të trejat, edhe këta parlamentit që ka janë kretë, mu interesu për ma shumë për vendin tonë, mas me këqyrë veç interesin tonë, veç për një karikë. Nuk banë duhet për popull, qaj popli ty për ta jep votën, për ti për me majtë poplin e jo me majtë vetë vetën. Sot ka shumë keq. Sot rinia apo sheh kretë për dalin për jashta, ka me të Kosova shumë keq. Mu për mëdhimet, nashta përgjithsi po flas keq të në di ti pse ke shku, po unë kom shku, po unë apete kom pas burin atje për para o kon në ndrysh, po dhe tash është shumë ndryshe. Se edhe për mu o kon rëmë me shku në Gërbet, me punu e këtune edhe mu qu me lënë punën edhe me shku në Gërbet është shumë rëmë, po ja prap jam pajtu, edhe kjo është apet mirë, po ta trit, inshallah do të vjen një kohë do të bëhet mirë. Faleminderit shumë të dëve, faleminderit për kohën që ndajtet edhe për këtë mësaret mirë. Faleminderit edhe për juve që